Presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump e hapi udhëtimin e tij disa ditor në lindjen e mesme, duke vizituar sundimtarin de facto të Arabisë Saudite, princin e kurorës Mohammed bin Salman, për bisedime mbi përpjekjet e Shtetit Bashkuara për të çmontuar programin bërthamor të Iranit dhe për t'i dhënë fund luftës në Gaza, për të mbajtur të ulta çmimet e naftës edhe më shumë. Presidenti i Shtetit Bashkuar Trump e nisi udhëtimin 4 ditor në lindjen e mesme në Arabinë Saudite, duke vendosur fokusin në nënshkrimin e marrëveshjeve ekonomike me një aleat ky të lindjes së mesme, ndërsa ndau shqetësime në lidhje me programin bërthamor të Iranit dhe luftën në Gaza në sfond. Trump nënshkruan marrëveshje me Arabinë Saudite. Princi i kurorës Mohammed bin Salman, sundimtari de facto saudit, nënshkroi një marrëveshje ekonomike me Trumpin. Të dy vendet shkëmbyen dokumentet me një numër kontratash, duke përfshirë disa bashkëpunime në logjistik, modernizimin e forcave të armatosura saudite dhe bashkëpunimin gjyqësor midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Gjyqësorit Saudit. Përpara mbërritjes së presidentit Trump në forumin e investimeve Arabi Sheba, njerëzit u përpoqën të mbushin auditorin e qendrës ndërkombëtare të konferencave. Mbreti Abdulaziz, zyrtarët saudit i mbyllën dyert për ata që ishin jashtë, më pas udhëheqësit e biznesit dhe zyrtarët saudit dolën në skenë në një portret familjar, duke reflektuar një ndryshim global të qëndrimit ndaj mbretërisë. Një gazetar, duke përpjekur të përshkruante luksin në qendrën ndërkombëtare të konferencave të mbretit Abdulaziz, me llampadaret e saj për kristale, ju referua pallatit Versailles në Francë. Ndërkohë pjesëmarrësit dridheshin në errësirën me ajër të kondicionuar të sallës auditorit, ndërsa temperaturat jashtë u rritën 40 gradë Celsius. Arabia Saudite dhe vendet e tjera të OPEC-ut tashmë e kanë ndihmuar kauzën e tyre me Trumpin, duke rritur prodhimin e naftës. Trumpi e sheh energjinë e lirë si çelës për uljen e kostove dhe fronimin e inflacionit për amerikanët, si dhe për shpejtimin e përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë. Por ekonomia e Arabisë Saudite mbetet shumë e varur nga nafta dhe mbretëria ka nevojë për një çmim fiskal të baraspeshës së naftës prej 96 deri $98 për fuqi për të balancuar buxhetin e saj. Ndërkohë OPEC-u do të mbajë një prodhim të lartë, nafta e papërpunuar Brent u mbyll të hënën me $64.77 për fuqi të diskutueshme. Një nga sfidat për shtetet e gjirit që kanë çmimet më të ulta të naftës është se ato nuk i rrezikojnë domosdoshmërisht programet e diversifikimit ekonomik, siç bëjnë ato në më të vështira, tha John Alterman, një analist i lartë i lindjes së mesme në qendrën e studimeve strategjike dhe ndërkombëtare. Trump dhe princi i kurorës saudite shtrënguan durat dhe nënshkruan një marrëveshje ekonomike me Shtetet Bashkuara dhe Arabinë Saudite. Udhëheqësit në pas shikuan antarët e kabinetit Trump dhe qeverisë saudite shkëmbenin dokumente dhe shtrënguan durat mbi një numër kontratash mes dy vendeve. Marrëveshja përfshin bashkëpunim në energji, modernizim të forcave të armatosura saudite, bashkëpunim gjyqësor midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Gjyqësorit Saudit, ndihmën për autoritetet doganore dhe bashkëpunime midis Muzeut Smithsonian dhe institucioneve saudite. Një biznesmen saudit ofroi direkt shpjegimin më të mirë pse mbretëria është më mbështetëse e tillë nga Trump. Jemi të kënaqur me administratën e presidentit, sepse të paktën ata pranojnë realitetin, dhe realiteti është karburanti fosil na duhet përgjithmonë, tha Mohammed Al-Bunayyan, themelues e kryetar i ACWA Power.